suksesi më i madh i UÇK-s është mi nxorr gjallë njësinë speciale të nishit. Do thonë kjo kon një diçka që kemë ndërru çdo njëri që më kon atë. E 3 vrima i kum pas snajperistin në kokë. Si zgarfell edhe aty shko trupi tina. E marr e qes trupin prej bore, kur e hapi plagën e tina i shkon mbrit qit në plumi i tash i armës që kishë gjuta në miku. E marrë e këqyri pulsin, veç kishë fillu të zvernit e sareta që fillon, mi marrë trupi, ja prej kishë ndru jetë. Më lëshan morali. Agimi në pozicionën gjithve. Në kratë djatë të agimit, që ndrojuni i pari, Naseri, Kujtim Vranuc, edhe këta nuk këmë përmend ma herët, është si familjar i agimit dhe ka qenë mas afër agimit. Shefqeti ka qenë mrapa agimit me agimin, kurse këta djemë që i kishë marrë në përforcim kanë qenë në krahin e majtë të agimit. Agimi u konë, thuja ti në pozicion i pari, basë që unë që e kumë pa, dhe kanë djemë që ka po ka qenë agimi. Po na pa të sugjeru që asë të një plumës me shkrep, asë të një pa gjujtona. I kem rrëtheku, plani ka qenë shumë i koordinu mirë, se thike serbë, thike njësit serbë, thike kanë me synu, thike me i marë pikat. Këtyne i sugjeroj si Ilonin, si Sheqerin që ka ishin në radiolidhje, me i majtë vetëm brëshrit arme. Asë të një veprim tjetër mes me marë. Tha, serbë, që atë minut që t'ju afrohet, tha, municioni, tha, mi u shpenzu, ata dytyrohen më përgatit për motorhek. Si të dytyrohen për motorhek, kanë me hasë neve. Dhe më thonë krahin që i bika aty në djatë. Edhe që atë pjesë municionit që ata llogarisin për motorhek, kanë me shpenzu neve. Dhe më thonë, në këtë grupin që ishim afro 10 veta, edhe theke, ju shpenzohet municioni, ta prej mesin sa të mesin, edhe pjesa tjetër, që ka të meron për me ik, binë prit, ku ishë në servlasi, thike edhe suksesi më i madh. I UÇK-s është mi nxorr gjallë njësinë specialit nishit. Dhe thonë kjo kon një diçka që kemë ndërru çdo njëri që më kon atë. Çka ndodh? Une nuk kisha pozicion të hapun, edhe vazhdoj në krahin, e djath tash tagimit që isha një prac, ki vendosun, me snajper më buroje kisha boren. Dhe i këtu i mbuj lagun, se s'kisha më buroj tjetër, se ish pozicioni bjeshve që ish me borën atëku. Edhe i shpenzoj, ndërko, plumin e parë ka qit agimi, kujtohet, që ka qit, edhe kem gjujto një gjithë së cili, sa ka mujt me gjujt në atë ko, në atë periudhë të luftimit, se tash sa ka gjatë gjysore 45 minuta në orë, nuk më kujtohet se ka qenë ditë me fatalitet që na kem humbë një ndër udhëhes më të mirë që ishë kushare. Edhe unë i shpenzoj ata 5 plumat snajperkës. Kisha snajperkën me 5 pluma, do më të pik 5 ka qenë. Edhe më gjunë një snajperis shko, ndërkohë mund krejt ajo pjesë e burs, do më thonë bëjshin plumat herë këndena këtej, edhe mes i shtangun. Po qka kom ishë, dhe më thonë mara kritjec, e kom një kapele që kom pas, po kam me të një masa saj dite, am kam me të kraulli kër e më ndru, a ku e kom lonë, ma mra, pa nuk e dia, e ka qenë 3 vrima i kom pas në e përistin në kokë. Ata me çdo mos kisha pas sot me prezentu, po su ku fa. Naseri këta djemë që ngonë me mu, Naseri bile e din fort mirë. Kthejna unë të torba, të qonta që e kisha tash me marrë municion. Ishtë pozicion i hapun për asaj pjesë, që unë u dashke më këthy për një 50 metra me të torba, edhe më këthy prapë të qonta. Ku kthejna tash që du më këthy, e kthej snajperken, po shka me këthy snajperken, unë po ishe 2 veta, sot që njoni është heroj Kosovë, Gjemal Fetaj, ka qenë edhe një luftetar tjetër, Cenaliski të cima. Edhe ja kthej snajperken aty në, po ajo instikti ishë që ishë me pluma, po nuk ishë. Që të mendu që nga dolin shkijet edhe tash edhe në këtë pjesën në kradiat ku isha une. Edhe ka hek, sepse Gjemal Fetaj ka hek kapelin. Dhe më ka të regu emblemin e UÇK-s. Atëherë ku vrejt kush janë.
edhe më kthy me vrap të turba, për me marrë municionin më kthy. Edhe Shefqet Mustafa me një tanë në 7 vrasht, në atë moment, edhe më thëtë, çka i ka do këtu, leke të qonë. Shqebra thash vesh, Shefqet vesh për i marrë dhe municion edhe për shkaj ku kesh. Le tha municionin e qondën, tha se në ka plagos një shak. Edhe mu më shkën mendja me një herë të Naseri, sepse kisha ka djatë, që thash edhe ma herët, edhe vrapajt e Naseri. Naseri dhe kujtimi kanë pas për parën 2 lisa ahi, kanë qenë prej metër sa kjo tavolin këtu, edhe shkejt e Naseri. Edhe Naseri dhëtë, unë jo mirë, thëtë, po komandanti, thëtë të plagos. E bëj me shku edhe më nalë. Të jajnë regull, thëtë, ju kanë agju shkallë. Kanë agju në shkijet. Edhe më nalë për momentin Naseri. Po Naseri tash sa habitet me pa pozicionin, do me thonë, se hala ishin konfrontimet me armë. Edhe më dalan. Po sa e merë shqiqimin për i tyne, une i largona dhe vrapoj ka kujtimi, prej kujtimi të komandanti. Komandanti ka qenë ofër një pishe, dikun 1 metër e gjysë për mi borë, ose ma shumë s'ka pas. S'ta thëmë që ka pas për mi 1 metër e gjysë 2. Edhe bora të pisha, aty met i farë pjesë si e hapne, si zgarfel, edhe aty shko trupi tina. E marë e qes trupin prej bore, kër e hapi plagën e tina, i shkon mbrit qit në plumi, i tash i armës, që e kishë gjuta në miku. E marrë e këqyri pulsin, ves kishë fillu të zvernit, e sareta që e fillan, me marrë trupi, ja prej kishë ndru jetë. Më lëshan morali. Edhe e nxerin atë pozicion, po qondën se kisha me veti. Edhe e qes dhej, mundona me qitë, mbreg e qes dhej aty, edhe i thiri këta djemë. Të në vinë, edhe kja pjesa djemë që ngonë, ma mrapa në ku marrë vesh edhe emnat e ty, në vinë e bashkan gjitën, vjen Naseri, vjen kujtimi, Shefqeti në mbrojke me armë. Non-stop, dhe më thonë se Shefqet Mustafa qenë mbërojë e jana, dhe më thonë që e kontrolloj këtë terren. Po në atë periudhë, kur unë e marrë agimin, përshojnë edhe gjujtnit me armë. Dhe më thonë që shkije sërbë t'i marrin, që kanë pas me marrë me veti. Edhe mas lufte, ku marrë vesh të një, më ka thonë Fitim Maloki, tha, po pse si ja merë që armët? Thash, po kuj për ke nërman, për mi marrë armë, në mikut, tha, ne kishim komandantin e vramë. E marrë, i thëmë Shefqetit ma e për qontën, ma e për dhe marrë një thesë, kem pas, e ku marrë, pa ta marrë për gjatë rukëtimit që vishim, për duka gjinë se kishim e uthu, e marrë atë thesin e ushtrisë, e qeli se ishe pa mundshme, me barë trupin ndrysh, se ishë, po suksesi ma i madhe ka qenë i janë që na trupin e agimit nuk e lojmë dorë të servese. Ma ofër ka qenë servese sa që na e kishim. E shtim thes, në bashkan gjitën edhe këta djemët, djemët që ishin me komandant Leonin. Edhe Naseri këta, po mu më lëshan fuqia, mu më bjenë se edhe unë njeva shumë randë, me gjithë se tashë gjithim kont njejtë. Edhe i marë torben, i marë armën agimit, armët e mija dhe të Naserit, edhe Naseri me ata djemët e bartin komandant agimin në atë thes, e të rrikim, edhe kthehem gradualisht, vim dikun për një 100 metra distancë ku ish komandant Leoni vendosur me njësit. Ta shpo thëmë se me metra nuk mu i dim saksisht. Aty ishin ra dhe 2 dëshmor tjerë, 2 heroj, një Haruni i kërkaj ndjes mbi emni që... Beka? Harun Beka, po. Edhe një dëshmor tjetër, i marim të 3, do këtë i ngonë 3. Edhe i bartim
për një periudhë, për një kohë, deri rreth orës 5 apo 6 e mbrëmjes. I barti mi bim deri afër, domethënë ku ish kufini, pa desh, pjesën shumicën e borës arritëm i tërheq. Po ishin tre, edhe nuk më ishim ti çdo njonin që e bartë që ishin të njëjtë, heroj ishin. Edhe atëherë kem pa mundshme që mu i bartim edhe i kem lonë, se ishin drejtar tonën, ishin dikun 1 kilometër ma shumë, ose mos them 1 kilometër 2 afër prej vis ku ishin ra, edhe i lojmë kufomat e herojve, edhe vazhdojmë, unë në seri vazhdojmë, këta djemë kanë najtë me ta, të një ardhë dhe tjertë, edhe i kanë marrë edhe i kanë bartë për pa desh. Unë në seri vazhdojmë, edhe vim, o ku një shpi një katë që ndrejke Rustem Berisha me komandën e brigadës, ma mrapa në murë emnin brigada 138 Agim Ramadani, edhe vim në atë shpi. Në atë shpi, kër him rënda, në aty e kum pa, edhe kushëri temin që ish plagos, Mos Gjakova, Hasif Luka isha aty, që ishin prut plagosën, edhe shoh Rustemi. Kër shoh Rustemi, mu më lëshon morali pak, edhe aty, se dhe më thonë ndjeva pak, se kisha me atë dërzu armën, edhe Rustemi më vrejnë edhe më qëtë në dhomë tjetër, edhe jep armën e Agimit, thash, kjo është arma Agimit, edhe jeshnoshi kryt, thash, për Agimin.